Si që dhe kemi premtuar, pra për një çajër më të pastër, për Shkup më të pastër, bashkë me drejtorin e higjienës komunale dhe në komunikim edhe me kryetarin e qytetit të Shkupit, Tarso Gjergjevski, në prioritetin më të lartë e kemi higjienën, ndërsa sistemi më i mirë është i kontinjerëve nën-toksor që pra përmirëson dukshëm higjienën, është një sistem evropian ku pamundson pra erën e mbetorinave, pamjet e këqija, pra nuk shifon as kontinjerët, as mbetorinat, pra duhem një çajër pa mbetorina dhe pa kontinjer mbitoksor, që dukshëm do përmirëson pra higjiena dhe situatën ekologjike në çajër, po edhe ja ulëtson punëtorëve të higjienës komunale. Kjo është lokacioni i 6 në çajër i kontinjerëve nën-toksor. Ky i 6 është posa i vendosur në funksion në lagjen e Fushë Tapanës, në rrugën Metodia Mitevski. Do vazhdojmë pra brenda vitit, tani mo kemi 18 kontinjerë nën-toksor, kemi edhe diku 9 lokacione në periudhën e ardhshme ku do vendosen kontinjerë nën-toksor që numri do shkon diku mbi 50 kontinjerë nën-toksor në çajër. Dhe ideja apo synimi është që në çajër në të ardhmen pra mos ketë as mbetorina, as erë, as kontinjer mbi tokë. Gjithçka ndër tokë që është një standard i ri i higjienës pra në çajër dhe në qytetin e Shkupit.